Pas një numri të madh ankesash nga pacientët, Fondi i Sigurimit Shëndetësor dhe Drejtoria e të Ardhurave Publike, në muajin nëntor të këtij viti kanë realizuar kontrolle të përbashkëta në 49 ordinanca private ginekologjike në mbar vendin. Siç bëri të ditur drejtori i FSSH-s, Sasho Klekovski, një kontroll i tillë i përbashkët mes dy institucioneve nuk ishte kryer që nga viti 2012. Ai tha se qëllimi i kontrolleve ka qenë verifikimi i respektimit të detyrimeve kontraktuale mes FSSH-s dhe ginekologëve am, sipas të cilave ekzaminimi eho, kolposkopia, marrja e mostrave për analiza mikrobiologjike dhe citologjike për pap test, si dhe të gjitha procedurat e tjera diagnostike dhe terapeutike që bazohen në mjekësinë e bazuar në prova te mjeku i zgjedhur nuk duhet të tarifohen. Sipas tij, si fondi ashtu dhe DAPI kanë shqiptuar gjoba ose masa ndëshkuese për të gjitha parregullsitë e konstatuara. Gjithashtu Klekovski njoftoi se shkalla më e ulët e rregullsisë është në Strumicë, kurse shkallën më të lartë të rregullsisë e kanë institucionet në Manastir dhe Prilep. Ndërkaq, drejtoresha e Drejtorisë të Ardhurave Publike, Elena Petrova, tha se në kuadër të kontrolleve të përbashkëta janë kryer inspektime tek 46 ginekolog privat. Në 35% përkatësisht në 16 institucione kemi konstatuar parregullsi në evidentimin të qarkullimit me para të gatshme dhe menjëherë janë shqiptuar sanksione për kundërvajtje. Dua të theksoj qartë se edhe pse shërbimet shëndetësore janë të përjashtuara nga TVSH-ja dhe shumica e këtyre institucioneve paguajnë një tatim simbolik vjetor mbi të ardhurat totale prej 1% ose janë plotësisht të përjashtuara. Kjo nuk do të thotë se mos regjistrimi i qarkullimit nuk ka efekt tatimor. Sipas saj, mosregjistrimi të ardhurave krijon hapësirë për përdorimin e tyre si të ardhura personale të patatueshme, për fitimin e pasurisë personale nga të ardhurat të patatueshme si dhe për pagesa të blerjeve me para të gatshme, gjë që ushqen drejt për drejt ekonominë gri.